Për t'ju dhënë pasaportën e BE-s, na duhet jo thjesht një mandat i 4, po një mandat më i fortë se të 3 mandatet e deri sot. Prandaj kush e do pasaportën e BE-s ka vetëm një mundësi dhe vetëm një rrugë të bashkohet dhe me votën e bashkuar të na jap këtë mundësi që të pajisim çdo shqiptare dhe çdo shqiptare me pasaportën e BE-s brenda kësaj dekade. Me pasaportën e BE-s, Europa bëhet e vogël sa Shqipëria dhe Shqipëria bëhet e madhe sa Europa. Kjo nuk është retorik. Ky është horizonti ynë më i afërt se kurrë.